Deklarata if vlerëson një kusht, një shprehje që rezulton në e vërtet ose e gabuar. Nëse kushti është i vërtet, bloku i kodit brenda deklaratës if ekzekutohet. Nëse kushti është i gabuar, bloku i kodit anashkalohet. Fjala kyçe elif është mënyra e Python për të thënë, nëse kushtet e mëparshme nuk ishin të vërteta, atëherë provoni këtë kusht. Fjala kyçe elif ju lejon të kontrolloni shprehje të shumta për të vërtetë dhe të ekzekutoni një blok kodi sapo një nga kushtet të vlerësohet si i vërtetë. Fjala kyçe else kap çdo gjë që nuk kapet nga kushtet paraprake. Deklarata else ekzekutohet kur kushti if dhe çdo kusht elif vlerësohet në fals. Nëse keni vetëm një deklaratë për të ekzekutuar, mund ta vendosni në të njëjtën rresht me deklaratën if. Shënim, ju ende keni nevojë për 2 pikat pas kushtit. Nëse keni një instruksion për if dhe një për else, mund t'i vendosni ato në të njëjtën rresht duke përdorur një shprehje kushtore. Instruksion if else në një rresht të vetëm që shfaq një vlerë. Kjo quhet shprehje kushtore, e njohur ndonjëherë si operator ternar. Fjala kyçe and është një operator logjik dhe përdoret për të kombinuar deklaratat kushtëzuese. Të dy kushtet duhet të jenë të vërteta që e gjithë shpreha të jetë e vërtetë. Testoni nëse A është më e madhe se B, dëhre nëse sa është më e madhe se A. Fjala kyçe or është një operator logjik dhe përdoret për të kombinuar deklaratat kushtëzuese. Të paktën një kusht duhet të jetë i vërtetë që e gjithë shpreha të jetë e vërtetë.
Testoni nëse është më e madhe se b, ose nëse është më e madhe se sa.